Po të ishte historia e drejt në vetvete dhe po të kishte pas ligje të drejtësisë brenda historisë, atëhere turqit dhe shqiptarët do të duhej të kishim pasur hak në lindjen e mesme më shumë se sa të gjithë të tjerët që kanë shku dhe janë sjell andej pari. Që ta dini, asnjë perandori nuk ka qëndruar më gjatë duke e administruar lindjen e mesme se sa perandoria osmane. Ndërsa si popull, asnjë popull tjetër nuk e ka administruar më mirë e më drejt lindjen e mesme se sa pikërisht shqiptarët. Dhe e them me bindjen më të madhe këto. As në kohën e asnjë perandorie tjetër, lindja e mesme nuk ka pas drejtësi, humanitet e solidarizim se sa në kohën e perandorisë osmane, dhe asnjë popull nuk ka mbajt rendin aq mirë se sa që e kanë mbajtur shqiptarët. Osmanlit perandorin osmane e kanë pas pjesë të shtetit të tyre për 500 vjet, ndërsa shqiptarët e kanë administruar dhe udhëhequr Egjiptin, Sudanin dhe më gjerë se kaq për afër 200 vjet. Për më shumë në lidhje me këtë e shikoni videon e radhës ku do të flas për problemet e Afrikës e në veçanti për Sudanin. Deri atëherë, mirupafshim.